Emisionin do të vazhdojmë me një material tjetër që është i fundit për sot, por do të qëndrojmë sërish në Rahovec për të sjellë historinë e bujkut Sadik Krasniqi. Edhe pse kalon orë të gjata punë në Radonec, ai nuk heq dorë nga pasioni i tij për bujqësinë, duke kultivuar një fermë të pasur me perime të ndryshme në vendlindjen e tij. E puna e tij e palodhur i ka sjellë rezultate të dukshme, duke mundësuar që të zgjeronte fermën dhe të arrinte sukses. Një jetë dedikuar tokës dhe bujqësisë, duke siguruar ushqim për familjen e tij. Sadik Krasniqi nga Rahoveci, ani pse punon me orë të gjata në Radonec, është i përkushtuar në fermën që ka ngritur në vendlindje, të kultivuar me perime të ndryshme. Jam fermer mos pak di 40 vite. Punojmë dhe veprojmë me këtë bujqësi mirëm. Që 5 vite, Ministria Bujqësisë në ka ndu me sera 20 ari, edhe shtati i kam prej komunës së Rahovecit, Ministria Bujqësisë e Rahovecit. Punojmë që sa vite mirëm fidanet, shpezet, fidanet i bojmë që në Shqipëri i bojmë. Në qëtë vit, në vitin 2024 i me bojmë këtu të në qëtlan komunë Shatonin, ku fidanet po momentin i konë të mirat shnosha, tash i kemi bërë mjellën para 10 ditëve, po ka qenë moti ka qenë shumë i ftoft. I kemi mbullu me folija sa kemi mujtë prej ngritësave atmosferike kanë qenë shumë dopta. E sot prej sotit ma rëmendë temperaturat në ngritën, nivel mirë edhe deri sot jemi të knaqen. Për një dhe të parë thonë jenë marrë me tokë tonë me bujqësi, ashtu të kemi trashëgu edhe na trit deri në këto momente, por tash kemi da dërënjën tonë si da shumica e rënisë, nuk pa du me punë tokën. Kom një djali që dhe punon e vepron këtu. Ashtë në bujqësi dhe punon i kaserat dhe një këtar jashtë natyre që kemi, që i mjëllën prej majit. Prej majit e nisëm deri ka në fundi qershojit, në pësin të hapën, me spesë mjërëm lakën, me qep me qëto shka duhet kulturat bujqësore. Fillim shkurtit kemi ble farat, një fidan, një farë, kushton 4 cent. Nimi të sopa, pun 4 euro. E bojmë, plus i kemi i qojmë në Tiranë, në Shqipëni i qojmë i rrisim fidanët, e bojmë transportin deri këtu të mjellëm, deri në fund, të marsit këtu e në përfëndune. Mandej është, ma vonë duhet, me si të punuat, mas 2 javë, duhet me shtë një sistemin, pik, shkojmë me në edhan, zi, për punë barishtat mas me dalë, jenë sërpiket dhe duhet bëha sërpiket, që bëha sërpiket me pesticide, kundra mizës, kundra basrës, ushqimit të ledve, dhe këtë bëha të kultivimi ty në deri në atë fazën ku janis edhe prodhimi, te aty në ndalëm na. Mas si të gjithë gjullet dhe mas na e nalëm, i nalëm pesticidet për shkak si frutit jetë sa me i shnosh për konsumatorët tonë që konsumojnë. Kushtet atmosferike çdo vit në Kosovë janë pranvera shumë e vonshme. Ne kemi datën ku i mbjellëm, po tash duhet unë pa mojë ngajisa si tash para 3 ditë ke borë. Pra edhe para 2 ditë ka qenë -5 temperaturat, jemi detyruar me ble folia thirrët kjo për me mbrojt prej ngajisave që ekzistojnë tash në çdo ditë të fundit, çdo vit të fundit, 4 vite të fundit e tek në adet një të sotit. Jemi shumë të rezikun për tyne, po në kemi shka va, sa të mujmë i kemi mbrojt. Po. Puna në bujqësi ka sjellë edhe përfitime, duke i mundësuar atij ta zgjeroj fermën, e për suksesin që gëzon falendërues është edhe ndaj institucioneve përkatëse. Bujqësia për momentin i ka i vlera, për shkak se fuqia punëtore në Kosovë ka ra shumë dukshëm. Se për këtë bimës, vitin e kalun, prej mizës nuk në kalon, as kohën e dytë të thojmë na, krejt që i ka shkatru vitin e dytë, për shkak se pesticidet e dopta janë në Kosovë. Kulturat i më konë me humbje vitin e kalun. Si vjetë, për momentin nuk kanë, po na du të mbojmë ato
më të thonë shka kemi mundësi mi mbrojt, po dhe baratorët në Kosovë që janë dhe më të licencume nuk kanë garancion për një që e morë një pesticid, Mr. Pik, nuk ka efekt absolut. Pse? Sepse në konflikt tonë, Ministria e Bujqësisë nuk ka kontrol të farë barë në hinë në Kosovë. E pësojmë ne bujqët më tepër. Baratorët në japin, garancës në japin, thot që kjo e mizën për kundra zi, ajo peshton mizën. Mizën është e para që ose të dëmtu, bimet tona mundin tonë të bujkut. Për momentin, këtajnë mjellë me 30-in, me 30 marsin e mjellë kjo bimë. Na mendojmë për mëna 60 dite, frutet më konë i gashmë për treg. Nëse në kushtat për të gjithë mirë, e nuk në shpëfaqet që a mizë për vitin e kariun, që ne ka dëmtu. Na mëna 60 dite, 65 ma shumë ti, kjo jënë gashë për mi plasu në trektorin. Janë çmimet e mira, si shkojmë çmime? Ndryshon vit pas viti, me këto standardet e reja që veç po rritën gjithçka, si plehi, si këtë ato që ju vynë për me punu tokat. Për moment të çmimin treg, për moment që vjen Kosovë, si speci, si domate, patate, janë shtrejta shumë. Kur darin më në treg, çmimi është për 7% bjen. Po apet në qatë çmim na jemi të kënaqur, sepse i punojmë vetë dhe dim çfarë malli është dhe nuk ka sikur specit që vjen. Vjen prej qetër vend, sikur ky që është është toka Kosovës për spec, për Sëmburg, është e njohur në çdo kund. Kanë marrë bimë këtu, kanë qenë në Austri, çit bimë tonën po. Nuk ka përka klimës atmosferike atje, dielli, toka, më shishëm akon ky spec, se sa në Austri që ka kultivu, e njëjta bimë atje. Toka është asësaj edhe janë, dielli është natyra është për këtë bimë, që edukate për me avër, për me konsumatorë. Cilat nështë kanë qenë sfidat e tua më të mëdha gjatë krejt këtyre viteve që punon me bujqësi? Për momentin, që 5 viti kom këto sera, pa foli për periudhën 5 vjeçare. Sfidat ma që ne konë mi datë zero me kultura, me qëton shka bashkërijet, jemi vitin e kalun prej mizës. Në këtë 20-tare, s'ku mundi marrë asë 20.000 kila. A kjo, çdo 10 ditë kjo fare blene që është fare hibride, e ka prodhimin, e ka ma cilësor, ka prodhën ma tepër, e ka shirë ma të mirë. Viti kalun, vit 2023, ka në vit katastrofë për bujqët e fshatit që tha Kunës Ravecit. Po dhe të krushë se kësi Kunës Ravecit. Si vjetë jemi dështun me lakën. Me lakën. Mund të është që një të ma vonë, kam e moni juj, si kemi marrë fara, një farë sut, thirët, është 90 ditësh. Aja ka lullu, ka njësme ba frutin, aja ka që t'llullin edhe, dhe më hanë, kemi prish. Jemi shku kjo ba kësë në komunal të Ravecit, kryetari Smalatifi ka përmu një komision mena një fatit shkurt, i ka përmu dhe më thënë ekspert të bujqësisë edhe kanë vërtetu si kjo lakë ka përfëndu si pas tyne e kanë lështu damin e kanë qitë një farë në 5 sare aty kom dëmtu në për momentin e kanë qitë 718 era. Po konventu komunal nuk ka bujqët njeve bujqë me na stimulun to. Edhe ka dërgun me Ministrinë bujqësisë në Prishtinë aty shka do të bajnë jemi në dorë tyne nëse në animojnë, se jemi bujnë me mundi, me sakrifice, jemi të bëjnë këtë fundë. Na nuk do të tekim dorë, do të bënojmë dhe pikin e fundit, sa do të mujmë, nuk do të nalëm, po kemi inshallah me shtetën e Ministrisë Bujqësisë, aty në përkrajnë të fermerë, se sa shka në metën e me të pak bilëm, neve në përkrajnë e në animojnë. Po të njëjtën kohë që me pas prodhime tona vendore, edhe më rrit ekonomia jo në vendit? Po normal, nuk ka sigur një specion, ose një trangu, ose një domate patate, shijen, kualitetin e ka, në ishë kjo, në ishë këtë impretet, me të një farë pesticide vinë. Sot fëmija jonë që mos konsumojnë për tavolinat, çdo ditë, unë adim si mana natës, ka marrë trangun e ka qitë në frezë edhe arrit 2 santin, dhe me thonë, prej pesticidet, prej kristalve, arrit dhe me thonë lakshti në frezë. E të në nuk ndonë, dhe të në kemë ekspertë bujqësisë të në vinë, 2 gram një farë, një rojë e dënë, për le. Shkata që të përmi 2 gram ajo është dëmë për konsumator, dhe mënë për vete që konsumajta. Qëfar lloj plehri përdorë? Përdorëm, dhe me kemi kanë, i thujmë na, kemi shavin, kemi diversës i qesëm tu. I qesëm glaca terne,
i morëm dhe me thasë është aja, me kilogram shkën. Tani në kohë prodhimit kemë sasin prej 2 gramve, dhe me thonë, një miraj duhet me qitë 2 kila. 2 kila dhe me thonë, është parapane si pas rregullores Ministrisë Bujqësisë. Shatë e kalon të my 2 gram, e ka të më të ubimin edhe frutin, ai që hanë që konsumon, është e rrezikshme. E të më hanë, ato që vinë prej sjashmit, ato jenë pa kontrol, Ministria nuk ka, me kjo bën kontrol, ata na pësojnë vetë, dhe më fëmija tonë, familje tonë në Kosovë. Unë i kom 2 djemë të një kom në Itali, edhe një kom këtu. Vitin e kalun, bara spesha, dhe më hanë, 3 herë ka qëtë djali ma shumë këtu, si sa ja i prej Itali që mi ka punë, dhe më hanë, pagët e vitit, dhe më hanë brazimi a kanë, 70% kuj ka punu, ma mirë të familjet vetë, të thmija vetë, të baba e vetë, edhe në tokë vetën. Për shkak rinia kanë shuktuën, jenë me tokë që ka rinë, jenë me 50 vjeqarë për mi, në jeri shka duhet, ata që duen babën e nonën, që në artu me punu edhe në këshynë neve që kemi në moshë. Bujku Raovecian është dëshmia më e mirë se kur punohet toka me përkushtim, ajo shpërblen jo vetëm me prodhim, por edhe me të ardhurat të sigurta.